Zabeli i Madh në fshatin piktoresk Kopanic është më shumë se sa një vend me hijeshi natyrore. Është një hapësirë e mbështjellë me mister, frikë dhe respekt të veçantë. Një vakëf i shenjtë që ruan në heshtje histori të rrëfyera me zë të ulët. Banorët e fshatit tregojnë me droj një nga legjendat më të përhapura në zonë. Nuk guxon të marrësh as edhe një copë të vogël druri nga Zabeli i Madh. Thuhet se kushdo që guxon të pres dru ose të marrë një dek, përballet me pasoja të menjëhershme dhe të pashpjegueshme. Një zotëri i moshuar nga Kopanica rrëfen një ngjarje që sipas tij ka ndodhur rreth 40 vite më parë. Ishte një burr që përkundër paralemërimeve mori një thupër të vogël, por atë natë dera u hap vetvetiu. Ai ishte me grua në shtrat, një dorë e padukshme e goditi me shpull. Gruaja nuk pa asgjë, por ai ndjeu të ftohtin që i përshkoi trupin. Dhe një zë i thellë e i panjohur i tha: "Çoje këtë ku e ke marrë." Ai burr si i trembur u ngrit në mesnat, e mori thuprën dhe e çoi sërish në Zabelin e Madh, që atëherë askush nuk guxoi më ta prek atë vend. Rrëfime të tilla nuk janë të ralla, banor të tjerë flasin për tinguj të çuditshëm, kërcitje në shtëpi natën, përplasje dyersh, zëra që therasin për kthimin e drujve në vendin ku i kanë marrë. Besimi se në Zabelin e Madh jetojnë gjindet ose siç i quajnë ndryshe qoflargët është i gjallë edhe sot. Të vjetrit thonë se ky Zabel është vakëf, tokë e shenjtë e mbrojtur nga forca të padukshme, dhe kush e shkel këtë urdhëresë të pashkruar e paguan shtrenjtë. Kjo legjend e ruan ende fuqinë e saj në ndërgjegjen kolektive të fshatit, dhe nëse shikoni drujt, janë të gjithë të paprekur, sikur të mos jetë veç legjend, po diç të vërtet të ketë. Sidoqoftë, kjo legjend e ka shpëtuar natyrën nga prerja e drujve dhe gjelbërimi duket si në përralla. Jemi në hyrje të Bojanës dhe me zotëri Dautin, me cilin kemi ardhur të promovojmë librat e tij, po bëjmë një shëtitje ku Daut? Këtu është qeshma e Katundit, quhet qeshma e re. Ku është qeshma, nuk shoh qeshma, apo poshtë është? Po, këtu poshtë është dhe edhe pse është e re me emër, ajo është ndërtuar diku viteve 30 dhe është rinovuar pastaj viteve të fundit, për shkak se ndonjëherë humbte ujë, ndonjëherë shterej, edhe kishte nevojë për rigjetjen e kokës së burimit. Ndryshe kjo qeshmë kjo çezmë asnjëherë nuk deri tash nuk është shterë. Shumë interesant, më duket se krejt fshatrat në hyrje kanë nga një që i thonë nga një qeshëm? Kjo është njëra nga qeshmat, është edhe një në Katund brenda të sheshi, Katund dhe burimin e ka dikund nga kjo pjesë rrëza e malit. Për herë edhe ajo është një qeshëm që ka ujë të mirë, por për më i pishëm, më i mirë është kjo qeshëm këtu për shkak se nuk ftohet as gjatë verës. Nuk ngrohet as gjatë verës. Kështu që ajo qeshma e Katundit ndonjëherë shteret. Përndryshe gjysma e Katundit për herë ka pas problem me burimet e ujit, gjysma tjetër ka pas puse të cilat ende funksionojnë, mirë po tash për fat është ujësjellësi që i furnizon fshatarët. A shkojmë te qeshma ta shohim? Apo shkojmë sipër te kjo fusha? Qa është? Te qeshma, ta nisim me mbarësi. Si që shihni, kjo qesmë është ndërtuar në vitin 1935, paktën sipas kësaj që është shkruar këtu, dhe i renovuar para 11 vitesh për nevojat, për shkak se ka pasur dy, dhe ende i ka dy gypa, por njëri gyp vetëm pranver, njëri gyp funksionon gjatë gjithë vitit, por njëri shteret sigurisht për shkak nivelit nga e merr ujë. Është i pishëm? Po. Do të promovojmë sot 2 libra. Njëri është me tregime, tjetri është me reportazh.
libri Hapat Shtalb ka lind disi spontanisht ndër vite, si ide. Kam menduar ndoshta ngjarje nga fëmiria. Që fillojnë këtu, në Bojak? Po, këtu në fëmirin time. Prandaj jemi kthyer në vendin e fëmirisë? 10 vjeçare këtu kam jetuar. Ato doja njëherë ti shfrytëzoj si ide. Mirë po mendoj se ishte shumë më mirë si kur ti rrëfej ashtu si që ka ndodhë. Ashtu si që i kisha mbajt mend unë, dhe dal nga dal u kompletuan me 10 rrëfime të shkurtra, të cilat sigurisht lexuesit. Po del që shumë gjëra keni mbajt mend, apo jo? Po, gjithsesi. Kujtesën shumë të mire keni. Gjithsesi, unë tash të them që gjërat që më kanë lënë përshtypje i mbaj mend nuk është diçka e re. Gjithkush diçka nga jeta mban mend prej viteve më të hershme. Por mua shumë gjëra më kanë lënë përshtypje dhe ndonjëherë edhe i kam hedhë në letër dhe letra i kam bajt me ndoshta më mirë se unë. Kështu që ka pjesë të rrëfimeve që janë shkruar më herët, një pjesë janë shkruar tash viteve të fundit derisa punoja në këtë libër. Në fakt, ju keni filluar të mbani mend shumë herët. Libri hapet me një tregim shumë interesant dhe shumë komik për lindjen, që nuk e di në cilën datë ke lindur sakt. Edhe aty rrëfen disa mini tregime ose storje, rrëfime nga të tjerët, të cilat po ashtu janë interesant. Po janë, për shembull të rasti im, unë kam një datë zyrtare në dokumentet personale, por e mbaj mend që në librezën shkollore, atë librezë sigurisht e kam dikun në për sirtarët në shtëpi, e kam një datë tjetër të lindjes. Tash dikun të është bërë gabimi. Por është një vërtet tjetër që të dy datat mund të mos janë sakta. Po. Ashtu si që kam thënë në libër për shkak se lindja është bërë në shtëpi. Ke lindur në shtëpi, apo? Atëherë gjitha lindjet kryesisht bëheshin në shtëpi. Kishte do gra plaka të cilat kishin fituar përvojë dhe u ndihmonin nanave të reja në atë kohë. Kështu që pas lindjes mund të kalonte një kohë e gjatë derisa ti binte rrugat e që të mos paraqiteshin fëmijët që kanë lindur. Dhe siç e keni pa në tregim, ka shumë situata qesharake kur sipas datë lindjes që ka pas dikush zyrtarisht është thirrë të filloj baba, rasti babas është ai. Të filloj shkollën me 2-3 vjet vonesë. Ose dikush janë bë 2-3 fëmijë dhe i ka paraqitur të gjithë për një herë. Kështu që ka raste të tilla të asaj kohe që mua më dukeshin edhe interesante, po nga pak edhe qesharake që flasin mjaft për kohën, sepse do ta keni parasysh, kanë qenë njerëz jo shumë të arsimuar, nuk i kanë ditur gjërat, rëndësinë e gjërave të këtilla, kështu që siç e keni pa edhe në tregime ka pasur raste shumë qesharake. Edhe ai rasti babas që është detyruar të shkojë në ushtrim më herët. Po, rasti i tij është tragjikomik për shkak se ai ka pas një vëlla tjetër me të njëjtin emër. Edhe ka qenë i regjistruar. Për fat keq jetë shkurt ndodhe kur lind babai e përtrin emrin, ëh? Shkojnë ta regjistrojnë babai i tij gjyqin, pra shkon ta regjistroj dhe kur i thon si ka emrin, thon filan Nezhbi. Po thot ai qenë ka i regjistruar dhe babait të tij nuk i shkon ndërmend se ka qenë fjala për fëmin tjetër që për fat keq i ka vdekur. Dhe kështu që situata jetësore pastaj bën që ai në vend se të shkojë ushtar në moshën 18-19 vjeçare thrasin me 16 vjet. Edhe me moshë 16 vjeçare e kryen ushtri. Çfarë do të thotë të bësh një gabim, ose të mos i kushtosh rëndësi një sendi që ka shumë rëndësi? Ashtu. Po si tregime duken fantastike, shumë të bukura. Flasim për kohën,
kohën para Patjetër. 5-60 vjetës. Flasim për kohën kur për herë të parë ju keni pa megafonin, për herë të parë keni pa gramofonin, magnetofonin, janë pajisje të cilat sot janë haruar, po thuajse. Po janë, si të them, janë nishane teknike, teknologjike, arritje të kohës, që ne, kur vinin këtu, të ne ishte një çudi, një mrekulli, kështu që ai që kishte një gramofon, ai të boheshin gjithë dëgjojnë këngëtarët më të njohur të asaj kohe, sepse nuk kishin gjithë gramofona. Pastaj erdhi edhe magnetofoni me një mrekulli tjetër që nisën njerëzit zërin e tyre ta dëgjojnë dhe ju duke shumë interesant ajo gjë, përveç që mundësonte të dëgjojnë këngë edhe incizonin, kështu që ishte gjë për fëmijërinë tonë edhe për ne një lloj mrekullie, arritje televizor. Pothuajse s'kishte askush në Erdhi vonë televizori, ja? Po, përveç se ndoshta drejtori i asaj kohe i kooperativës. Është një arë pjesë e mbetur nga malli i babës, ku unë i kaloj vikendeve, tu vi rekreohem, vi punoj pak, kam mbjell gjithçka nga pak. Qa keni mbjell për shembull? Qep, domate? Bostan, shalqi, do me thënë, pjepra, ja shifni një 4 rende, vresht, rreth e rrotull, gardhit, janë temët të cilët pres të rritën. Kështu që është një vend ku relaksohem, i harroj brenga tjera, kështu që i kemi si njerëz, dhe kur vjen vera edhe jeshta, i shijojmë edhe fritët e kësaj. Bojana njihet për rushin. Po Bojana është fshat i njohur, për rushin është e ka plantazhen më të madhe në Dërven. Mendoj se fshatra tjerë Dërvenit kanë vetëm aty këtu pjesë të fushës të mbjellura me arë, me rush, ndërka që Bojana e ka pjesën si plantazh që ka mbetë që nga koha e kooperativës në kohën e socializmit, por ja kanë parë shumë hajrin banorët e fshatit, sepse është bërë burimi kryesor i të ardhurave vjetore. Në librin Pa Biçiklet, ose si çdo kisha thënë unë, Shqipëria pa biçiklet, sepse në fundit flitet për atë periudhë, domethënë të komunizmit, tregoni historie të ndryshme, reportazhe të cilat ju i keni bërë me takime të ndryshme që keni pasur me shkrimtar, me lidhjen e shkrimtarëve, kështu me radhë, dhe që pikërisht Shqipërinë e keni shkelur pa biçiklet. Ndaj dhe titulli ajo ëndra që e thoni ju që e kishin ëndër të gjithë ta shkelnin Shqipërinë. Unë ndoshta nuk e kam sqaruar deri në fund çështjen e ëndrës për ta vizituar Shqipërinë pa biçiklet, me biçiklet. Ka qenë koha e viteve 80, kur ishin ngjarjet këtu te ne, pasojat e ngjarjeve të Kosovës, demonstratave të Kosovës, lufta e ashpër kundër nacionalizmit shqiptar, kundër intelektualëve e tjerë. Mirë po kishte një paradoks që Shqipëria, e cila për krahët e shqiptarët ishte mbyllur, ne kishim ëndër ta shohim Shqipërinë. Edhe kur mblidheshim ca shokë të ngushtë, thonim që ditën kur do të hapet Shqipëria, ne do të shkojmë pa biçikletë. Ishte si një premtim, a? Po. Në fakt, mendonim se Shqipërinë mund t'i bijmë pash rreth e rrotull me biçikletë. Mirë po, e fati e deshi që në vitin 90, pas takimi me poetin e njohur Dritor Agollin, të na ftoi mua dhe Niazi Muhamedin në Shqipëri bashkë me disa shkrimtarë tjerë Maqedonas në një manifestim për ditët e Naimit. Dhe ëndra që kur çelet Shqipëria
ta shkelim me bicikletë nuk u realizua asnjëherë, po edhe nuk u realizua për shkak se ne edhe duke qenë Shqipëria e mbyllur kishim harruar që sa male ka Shqipëria dhe vështirë është ta kalosh. Edhe në atë rrugë që kishte ta bëje me bicikletë. Po, ishte shumë vështirë. Një rrëfim shumë interesant që e kam dëgjuar nga ju, që ka të bëjë me vizitën e Kadares në Bojan, Agollit në Bojan. E po në të takim të ati viti, në takimet poetike në Struk, pas asaj erdhi në Shkup në takimet e përkthyesve, edhe ne shoqëronim, unë bëra një intervistë atëherë me ta dhe pastaj bashkë me Niaz Muhamedin e shoqëruam prej Shkupit për në Tetov, ku ishte vazhdimi i këtij manifestimi, edhe kur erdhëm në pjesën e Katundit tim, ja tregoj plantazhin e rushit, edhe i them, a din që gjithë ky rush prodhohet dhe asnjë kokë rushi nuk bëhet as raki, as verë, ai u kap për kokë dhe tha si është e mundur. Dhe ai më tregoi pastaj se e paska pas vjehrin që nuk paska pir alkohol dhe kur është martuar, ky e ka mësuar të pi alkohol. Ai është nga Devolli dhe Devolli i ngjan shumë sigurisht Bojanës, sepse edhe atje e kultivojnë shumë rushin dhe verën edhe rakin i pinë sikur çdo lang i rëndomt. Kështu që drejtori Agolli u habit shumë kur dëgjoi që gjithaj rush prodhohet dhe asnjë kokër nuk bëhet alkohol. Për ta dëshmuar se drejtori Agolli e ka vizituar Bojanën, cilat shkrimtar tjerë të rëndësishëm kanë vizituar Bojanën? Tash ne kemi qenë me drejtoron në kalim e sipër këtu, ka sigurisht që kanë qenë shkrimtar të vendit tonë më tepër, Ali Horuglica, Indjer, Fezi Bojku, ndonjë tjetër, nuk mund të them sepse prej se jam larguar prej se jam shpërngulur në Shkup qysh viteve 70, ka pasur sigurisht manifestimet ndryshme dhe ka pas njerëz të artit e të kulturës që ndonjëherë kanë ardhur këndej. Kohëve të fundit më shumë të vinë në Bojan për festivalin e rushit nga shoqëritë kulturore artistike, këngëtar, për t'i dhënë një atmosferë më bukur atij festivali.